Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në Mashqip. Sot kam të ftuar dy kolegë të çmuar dhe miq të mi prej shumë vitesh. Tashmë janë dy gazetarë të aktualitetit, të cilët të gjithë kolegët e rinj duan t'i kopjojnë dhe të bëhen si ata, por kjo kërkon mund dhe shumë sakrificë. Për mua ata janë ndër të paktët kolegë që kanë mbetur në Shqipëri dhe që ja vlen t'i dëgjosh për t'u informuar mbi bëmat e krimit organizuar, lidhjet e pushtetit me krimin apo edhe detajet të ngjarjeve të fundit. Duke mos harruar se janë edhe një arkiv i gjallë i krimeve në Shqipëri. Në veçanti njëri që për pak kohë kap shifrën e 30 viteve në këtë profesion. Miq, nuk po e zgjas më shumë sepse ka shumë për të folur për këta të dy sa nuk mjafton koha e këtij epizodi. Kështu që me mua sot janë Artan Hoxha dhe Elton Qyno. Qyno, faleminderit jam që pranuat ftesën dhe jam i kënaqur që gjetët kohë të jemi bashkë. Faleminderit që na ftuat, dhe na bët njerëz sot bashku. Ka shumë ngjarje për të diskutuar me ju në fakt, por nuk do zgjerohemi shumë sot, pasi uroj që do të pranoni ftesën time për intervistat personalizuar së bashku herën tjetër, kuptohet. Sot mendoj të flasim për lajmet e fundit, vendosjen e sanksioneve për familjen Hysan nga Departamenti i Thesarit dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ngjarja e rëndë ndodhur pranë Ringnasit, ku ekzekutuan nga një tokë pushkatimi Gilmando Dani. Besoj jeni vënë djeni se zyra e kontrollit pasurive të huaja në Departamentin e Thesarit SHBA-s ju bashkua qeverisë Meksikës, duke vendosur sanksione dhe bllokuar 27 individ dhe kompanitë e tyre, të cilësuar si organizatë kriminale në mesin e saj është familja Hysa. Biznese këto të lërave të fatit me qendër në Meksik, të cilat janë përfshirë në pastrimin e parash të lidhur me kartele e drogës Sinaloa në të gjithë Meksikën dhe një pjesë në Kanada dhe në Poloni. Për këtë vendim, nën sekretari thesarit John Hurley tha sot që Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lërave të fatit në Meksik. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë, do të mbani përgjegjësi, tha ai sot pas vendimit dhënë nga Departamenti i Thesarit për bllokimin dhe sanksionet tyre. Po e nis me ty tani. Kush është luftar Hysa dhe çfarë lidhje ka me kartelin famkeq të drogës Sinaloa? Së pari, vendimi që është marrë sot është një vendim shumë i rëndë. Unë nuk do t'ja uroja asnjë shqiptarit të përfshirë në një listë të tillë të Departamentit të Shtetit, kushdo qoftë ai, nuk do dëshiroja që një shqiptar apo familja e tij të përfshihen në një listë të tillë, por me sa duket po jetojmë në një situatë të re që nga momenti kur në 20 janar të këtij viti presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti 47 Donald Trump ka filluar një frym të re ndaj karteleve, kryesisht ndaj narkotrafikut të kokainës, por edhe lëndët e tjera si mos droga sintetike. Përfshirja e një personazhi shqiptar e vendos Shqipërinë në qendër të vëmendjes, për më tepër kur kemi të bëjmë me një shqiptar i cili është larguar herë, pra është larguar nga Shqipëria që në vitin 1998, pra praktikisht është larguar në fundin e shekullit kaluar. Luftar Hysa ka qenë një personazh në fakt hije, që plotson atë formatin që unë e përmend her pas here që më i forti apo më i rrezikshëm është ai që si përmendet emri, dhe luftari për një kohë të gjatë ka qëndruar në hije, sepse mënyra se si ai ka funksionuar, mënyra se si ai është përfshirë në biznese kaq të mëdha, në vende në fakt që të bësh biznes të rrezikshme, siç janë vendet e Amerikës Latine, Peruja apo Meksika. Pra, aq më tepër në periudhën kur ai është vendosur këtu. Gjithsesi, luftar Hysa në fakt ka një formim krejt ndryshe dhe atipik nga ajo që jemi mësuar ne me personazhet e botës krimit. Pra, luftar Hysa ka mbaruar për inxhinieri, ka qenë drejtor mekanik në Tecin e Cerrikut, më pas ka qenë drejtori i detyrisë së ujrave, po në të njëjtën zonë, është kryetari i themelues i degës së Partisë Demokratike të Belshit në vitin 1991. Pra, kjo është zona nga e cila rrjedh
luftar hyse, pra është nga Belçi, nga zona e Dumres, dhe është njeri thash me një formim intelektual, është njeri që ka patur detyra zyrtare, jo në këtë kohë tani që i falsifikojnë letrat. Po cila ka qenë lidhja me kartelin e Sinaloas, për shkak se në mediat është thënë disa herë dhe realisht edhe juve në ndaljet publike që keni bërë tani në shpesh në media e keni përmend këtë fakt. Po i qëndroj që pak gjatë te formimi i tij, sepse kjo ka të bëjë edhe me gjithë historikun që vjen mbrapa. Dhe prandaj luftar hyse ishte një personazh që qëndroi shumë gjatë në hije dhe pa rënë në vëmendje të mediave tek ne. Unë për herë të parë jam marrë me historikun e tij dhe me aktivitetin e tij mbasi në vitin 2016 tek historia e Panama Papers në vitin 2016, në rezultuan emrat e 2 shqiptarëve të njohur, të cilët ishin të përfshirë tek ato dokumenta, por shqiptari që ishte më i përfshirë, pra njëri ishte biznesmen që kishte patur aktivitet në Shqipëri dhe ishte larguar nga Shqipëria, po me lidhje shumë forta politike. Dhe i dyti po ashtu rezultoi që ishte luftar hysa, por aktiviteti i luftar hysës dhe dokumentacioni i tij që u gjet në Panama Papers ishte shumë i madh dhe shumë më aktiv se sa biznesmeni tjetër. Nga ai moment fillova të interesohem dhe të pyes më tepër se çfarë përfaqëson ky personazh. Dhe aty pastaj zbulova dhe të kaluarën e tij dhe faktin që se si ai ishte futur në lojë, përveç dokumentave që përfshihen në Panama Papers dhe vetë luftar hysa i ka refuzuar ato dhe i ka përgjigjuar, ka thënë që ato nuk janë të vërteta. Gjithsesi kjo është një histori tashmë që është e njohur pak a shumë. Në vitin 2019 unë kam publikuar një histori tjetër për rrjetin e kazinove që kishte luftar hysa dhe vëllezërit e tij në Meksik dhe kishin ndodhur 6 ngjarje në këto kazino dhe këto ishin kryesisht në shtetet ku vepronte karteli Sinaloa. Pra, ishin në shtetin e Sinaloas, ishin në Sonora, që po ashtu e ka Sinaloa, ishin në Mazatlan, ishin në New California, pra ishin disa territore ose qytetet të mëdha të Meksikës ku rezultoni që impakti apo kontrolli që kishte karteli Sinaloa ishte jashtëzakonisht i madh dhe ishte vështirë që të hapje kazino nëpër masa të tilla, pra që kishin një aktivitet të konsiderueshëm në një rrjet hotelesh të fuqishëm. Dhe për më tepër që këtë punë e bënte një shqiptar dhe familja e tij në Meksik. Në fakt, luftar hysa nuk është quar ose nuk është, si them, evidentuar si trafikant i narkotikëve. Kryesisht akuzat ndaj tij janë si njeri që ka gjeneruar ose që ka pastruar paratë e ardhura nga narkotrafiku. Dhe për këtë gjë ai ka qenë i zoti që të shtoj autoriteteve. Shpeshherë mediat në Meksik e kanë sulmuar, po këtë vetë luftar hysa e ka deklaruar si luftë mes karteleve, pra karteli Juarez dhe karteli Sinaloa. Në betejë mes tyre kanë përfshirë dhe atë dhe për shkak të numrit të madh të kazinove, ti e ke parë dhe në dokumentin që ka paraqitur sot qeveria amerikane, ke parë që bëhet fjalë për një numër të madh kazinosh. Dhe keni parasysh Meksika është një vend me 130 milion banor, nuk është një vend i vogël me të ardhurë jashtëzakonisht të mëdha dhe për më tepër në një situatë të tillë. Por gjatë kësaj kohe luftar hysa ka vazhduar ta zgjerojë aktivitetin e vet në Meksik, ndërkohë familja e tij është vendosur në Kanada. Ai ka qenë rezident në Kanada, por nuk ka pasaportë kanadeze. Vetë ka thënë që nuk e ka marrë pasaportën kanadeze sepse kam pasaportë shqiptare dhe meksikane dhe s'mund të mbajë një pasaportë të tretë. Në fakt unë e di që është e kundërta. Autoritetet kanadeze nuk ja kanë dhënë, pra kanë pajisur me dokumenta gjithë familjen e tij, po jo atij personalisht. Të njëjtin problem është thënë atë kohë që ka patur edhe me autoritetet amerikane. Megjithatë, gjatë kësaj kohe, në vitin 2019, në vitin 2020, ka vazhduar kjo betejë është njohur si lufta e kazinove në Meksik dhe emri i luftar hysës ka qenë i përfshirë aty. Ndërkohë, në Shqipëri, gjatë kësaj kohe nisi ndërtimi i një resorti që vetë kryeministri Rama cilësoi një nga resortet më të bukura në Shqipëri, bëhet fjalë për një resort në qytetin e Vlorës, pra që është afër vilave qeveritare. Po në fakt do të pyes pak më vonë edhe me investimet që ka në Shqipëri.
jo do ta lidh me aktivitetin kryesisht. Unë më shumë e kisha të lidhja me Sinalollën nga Dalin. Kjo bëri investimin në Shqipëri e ekspozoi luftarhyesën në Shqipëri. Deri aty ne në Shqipëri pra kishim thash, unë vazhdimisht jam nxjerrë informacione të tilla, por gjithmonë duke patur kujdes që kam të bëj me një person i cili është goxha i aftë, është goxha si themi i mbështetur edhe me studio ligjore, pra që do të kishte kujdes kur përmendi aktivitetin e tij, por ekspozimi i tij në Shqipëri është për shkak të biznesit në qytetin e Vlorës. Ai ka dashur në ato momente që të hapi një kazino, dhe që të hapi kazinoja, duhej me patjetër që të takoj kryeministri. Me ligjin në Shqipëri ja ofron licencën e kazinoja çdo hoteli që plotson kushtet me 5 yje. Dhe ka një brend ndërkombëtar të njohur. Pra, ti mund të kesh një hotel me 5 yje, siç ishte hoteli në Vlorë, por nuk ishte një brend ndërkombëtar. Dhe takimi për të realizuar brendin ndërkombëtar është ai takimi i famshëm ku është botuar foto e kapit. Ja, do të pyes në fakt po poshtë lidhe me aksesin që ka pas te kryeministri. 2020, ku aty duke dalë nga kryeministria është luftarhyesa, është eurodeputeti gjerman. Po. Është po ashtu dhe ish këshilltari në atë kohë, këshilltari i jashtëm Dorian Duçka, i cili rezulton që është ai si ndërmjetës i takimit. Në fakt, ky Dorian Duçka po na del gjithandej. Ta mbaroj që se e humbim logjikën se. Ka dy elemente shumë interesante kjo gjë. E para, luftarhyesa vet kur ka folur dhe ka folur për shkak të një interviste që unë kisha dhënë te emisioni Opinion, sapo isha kthyer atëherë nga Kolumbia dhe nga Ekuadori, dhe kam qenë tek kolegu Fevziu, madje ka qenë Fevziu që më ka pyetur për këtë gjë, dhe me një herë të nesërme, luftarhyesa është shfaqur për herë të parë në media, dhe ne pam kush ishte luftarhyesa. Është shfaqur në një intervistë që unë do ta mendoja, që unë do t'i sugjeroja më mirë mos e kishte bërë, pa ju shfaq për herë të parë, dhe ai u mor dhe me mua personalisht, duke më etiketuar si njëri që kishte filluar që nga viti 2019, që të kisha publikuar informacione për të cilat sipas tij nuk qëndronin. Intervista e tij thash ka qenë në datën 20 shtator të 2022, dhe ai aty dha një variant shumë interesant. Ai tha që e ka takuar kryeministrin sepse një miku i vet skocez po bënte një libër dhe ai donte libër për të promovuar Shqipërinë, dhe Rama si kryeministri që po promovonte Shqipërinë të hidhte një sy atij librit, gjë që libri s'ka dalë kurrë, dhe kjo gjë nuk e kemi parë kurrë. Nga ana tjetër Edi Rama në përgjigje që i ka dhënë gazetarit italian të Rajt, unë kam bashkëpunuar me gazetarin e Rajt 3 për pjesën e Shqipërisë, dhe aty kryeministri Rama i ka thënë shiko, familja në Vlorë, e cila e kishte mik luftarhyesën në Sinaloa, i ka thënë që ne kemi një investim të madh dhe ne kërkojmë që të marrim një licencë. Dhe unë u thash në kryeministri që hajdeni, më takoni dhe do flasim. Dhe ata shkuan dhe kryeministri u plotsoi kërkesën, sepse kazinoja është sot në aktivitet, madje është një kazino tjetër, por kush ishte interesante? Brendi që mori kazinoja në Vlorë është brend i një kazinoje tjetër në kryeqytet, një hoteli shumë të njohur në kryeqytet, dhe ky është si brend është brend gjerman. Dhe prania e eurodeputeti gjerman në zyrën e Ramës bën që ky brendi i kazinos së Tiranës dhe i hotelit në Tiranë të njëjtin brend ta kishte edhe kazinoja në Vlorë. Në fakt, të dy hotelet nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Të dyja kazinot janë kundërshtare me njëra tjetrën, por brendin e kanë të njëjtin. Dhe ky brend u realizua në bazë ose në sajt të kësaj lidhje. Tani, që ta mbyllet ja lë radhën Eltonit se do vazhdojmë, besoj se kjo histori do të zgjasë shumë. Ne dim sa e vështirë është të takosh kryeministrin e Shqipërisë. Për më tepër për aktivitete të tilla, për biznese të një niveli të tillë ku bëhet fjalë për të ardhurat të mëdha. Dhe çuditërisht në këtë rast kryeministri ka qenë kaq shumë i gatshëm, ka patur kaq shumë kohë sa të presi këta të Vlorës me kushëririn nga Meksika dhe po ashtu të presi të nga Meksika me eurodeputetin gjerman dhe me këshilltarin e tij. Pra, jam vetë deklarimet e tyre, po ti marrësh sot, dhe po ti shikosh, ka një mospërputhje jashtëzakonisht madhe. Por sot ne jemi para faktit kryer, që siç thash në fillim,
unë nuk do të dëshiroja kur që kjo të ndodhte një shqiptari, për më tepër që ka një aktivitet kaq të madh në Republikën e Meksikës, ka një aktivitet goxha të shtuar kohët e fundit, vitet e fundit më saktë në Shqipëri, sepse ka hapur dhe kazino të re në kryeqytet. Kishte hapur një në Kanada, kishte në Poloni, sipas raportit departamentit të thesarit. Flas për thonë në Shqipëri, sepse ne na intereson kryesisht pjesa e Shqipërisë dhe a do të ketë apo jo penalitete, por duke patur parasysh që të dyja kazinot që kanë në Shqipëri janë me njerëz ose njerëz të afërm dhe me lidhje të forta me kryeministrin, ose në takime direkte me kryeministrin, atëherë kjo është pjesa na intereson. Në Poloni apo në vende të tjera ai mund të ketë hapur për shkak të potencialit dhe të biznesit të madh që ai mbizëron në Meksik. Por do të thotë diçka tjetër. Edhe mbulimin mediatik ai në Shqipëri e ka patur jashtëzakonisht të madh, jashtëzakonisht të fuqishëm, e ka patur të dukshëm dhe të padukshëm. Pra unë besoj që këshilltarët e tij mediatik e joshën që të dilte tek kolegu Fevzi. Unë mendoja që ai nuk do të dilte. Thash, ai doli sepse një ditë më parë kisha folur dhe po thoj gjysmë e intervistës ka qenë dëshmar me mua, por gjithsesi thashë një herë, unë nuk ndjej sot, nuk është se ndjehemi i kënaqur nga kjo që ka ndodhur, po them më vjen shumë keq që jo familja Hysa, por çdo shqiptar që ndodhet në situatë të tillë, nuk është e mirë as për ata vetë dhe as për neve. Por më tepër kur angazhon fuqinë më të madhe të planetit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të përfshin një shqiptar në bashkëpunim me kartelin më të madh apo më të ashpër që ka kontinenti i Amerikës së Veriut, siç është karteli Sinaloa. Edhe pse vetë zoti Hysa ka thënë që karteli Sinaloa nuk ka patur interes në Shqipëri sepse ka një aktivitet jashtëzakonisht të madh. Në fakt, edhe unë mendoj të njëjtën gjë. Vetë Sinaloa nuk ka patur interes të operojë në Shqipëri. Luftar Hysa po dhe bizneset e tij, sepse Sinaloa është një kartel kaq i madh se Shqipëria është një vend shumë i vogël për të mbajtur brenda miliarda e dollarëve që siguron çdo muaj karteli i Sinaloa. Por tashmë ndodhemi në një situatë tjetër. Pra, tashmë ne kemi një shqiptar, bizneset e tij, familja e tij, kompanitë e tij të sankcionuara direkt nga qeveria e Shtetit Bashkuara, dhe e dyta, ky shqiptar tashmë ne dim qartësisht që ka patur lidhje direkte, kontakte direkte, jo thjesht me autoritetet shqiptare, por me dora vet kryeministrin e Shqipërisë, i cili në deklarimet e tij për këtë rast ka patur deklarime kundërthënëse, të pa bazuara, të pa mbështetura dhe të pa koordinuara me njëri tjetrin. Po si duket tani edhe fakt, pavarësisht që ne jemi të kënaqur apo nuk jemi të kënaqur, e rëndësishme është e vërteta. E vërteta rezulton që ti pas ke pas të drejtë, pavarësisht pretendimeve atij në media apo këshilltarëve të tij publike mediatik në Shqipëri. Po gjithsesi unë besoj që në vazhdim ai do ketë akoma të lashe tjera, por unë them që të kalojmë pak të qynoja që ta pyes lidhje me departamentin e thesarit, me vendimit, janë përfshirë vëllezërit dhe aty përmenden emra konkret të vëllezërve, familjarë të luftar Hysës. Çfarë roli kishin qynon ndarës mes njëri tjetrit? Atëherë unë do të vijoj atje ku e nisi dhe tani pak, që është një lajm i keq faktikisht jo vetëm për familjen, në fjalë ku po diskutojmë, por edhe për Shqipërinë në tërësi, sepse për herë të parë një familje shqiptare e cila konstatohet që ka lidhje me një nga organizatat më të mëdha. Vendimi i cili ka sankcionuar totalisht familjen Hysa, kemi edhe anëtar të tjerë të familjes, cilët janë sankcionuar nga departamenti i thesarit. Sigurisht që një pjesë e mediave të lajmë sot që janë pranë qeverisë nuk e kanë dhënë, ndërkohë që pjesa tjetër që janë kritike apo si thua mediat pranë opozitës e kanë publikuar të gjithë raportin që kanë nxjerrë departamenti i thesarit. Faktikisht familja Hysa, unë realisht kisha dëgjuar mbi mënyrën se si vepronte, kisha dëgjuar mbi aktivitetin që merreshe dhe kisha informacion që ishin nga Belçi. Dhe kur doli për herë të parë lajmi, që ka dalë për herë të parë lajmi për luftar Hysën që kontrollonte një zinxhir të madh kazinosh në Sinaloa, ishte, më të gaboj, një media El Universal në Meksik, e cila kishte bërë një raportim
të detajuar mbi të gjithë rrjetin e kazinove që kjo familje administronte në Meksik, por dhe në vende të ndryshme të botës, dhe që kishin padyshim një lidhje direkte me të ardhurat financiare të kartelit Sinaloas. Padyshim që më pas media filloi ta raportojë edhe këtu në Shqipëri, tani sidomos ka filluar të flas i pari për të ngjarje, më pas kanë vazhduar unë, dhe që i kam dhënë një drejtim tjetër raportimi, sepse pjesa më e madhe e medias e cilësonin si një familje nga Vlora, ndërkohë që këta ishin nga Belçi, dhe unë kam publikuar të gjithë historikun e kësaj familje, dhe nga ana tjetër kam publikuar dhe bizneset që këta kishin në Vlorë, sepse bizneset e para ata i kanë regjistruar në Vlorë, pikërisht me Besnik dhe Gramos Muratajn, dy personazhe të tjerë të botës së krimit dhe që kontrollonin një situash territor të basteve online dhe të basteve sportive në qytetin e Vlorës, por dhe në gjithë Shqipërinë, dhe që më pas ishte edhe njëri nga aksionerët e resortit turistik Marina Bay, ku sot ata dhe kanë ndërtuar një nga kazinot më të mëdha në Bregdetin shqiptar, siç është kazinoja Marina Bay. Ndërkohë që kanë edhe një kazino tjetër në Tiranë, në zonën e liçenit Thatë, dhe që s'dua të hyj në emra konkret, sepse e tha dhe tani që janë të dy emrat, të cilat jo vetëm që kanë lidhje me Partinë Socialiste, por kanë lidhje direkt me kryeministrin e Shqipërisë, dhe që hyn e dalën tek zyre e kryeministrit të Shqipërisë, sa e dëshirojnë dhe në çfarë ore të mund të takojnë. Pra ka zgjedhur dy personazhe biznesmen shqiptar, të cilët në luftar hysa jo vetëm që bën biznes me ta, por ka dhe aksesin për të shkuar dhe për të takuar kryeministrin. Pastaj ajo që i vuri vulën është dhe që i ekspozoi totalisht është pikërisht fotoja e takimit në kryeministri me kryeministrin Rama, dhe pastaj dalja në opinion ku veta u lançua me qëllim për të rregulluar figurën e tij, dhe që padyshim këshilltarët e tij, qoftë mediatik, po qoftë edhe këshilltarët biznesmen me cilin ai operon, me sa duket e këshilluan gabim për të dalë për të bërë një deklaratë mbrojtje, por që në fakt ishte lançimi i tij totalisht në publik dhe në gjithë median mbar botërore, sepse në fakt edhe pse deri në ato momente nuk kishte akuza konkrete zyrtare, nuk kishte informacione konkrete qoftë mbi personalitetin dhe qasjen e tij si fizik, si kallap në media, por që edhe qoftë deri në ato kohë nuk kishte akuza si thua të ngritura nga prokuroria, nga policia. Nga ana tjetër, pasaj dalje filluan që shumë agjenci të huaja të inteligjencës, por edhe të trafikut drogës, filluan që të krijonin raporte apo relacione informative për të personazhe dhe për familjen e tij, që çuan në fakt deri në këtë vendim drastik të marrë nga departamenti i thesarit. Pra, deri kur nuk ishte ekspozuar, ishin mirë, bizneset vazhdonin, madje jo vetëm që vazhdonin, po edhe zgjeroshin nga Meksika në Amerikë, nga Amerika në Kanada, në Poloni, dy kazino në Shqipëri, dhe që patyshim në momentin kur filloi të ekspozoheshin, filluan dhe relacionet informative, të cilat çuan deri në këtë vendim, dhe që kanë përshtypjen që do të sjellin edhe çështje penale, Ato do të pyesja në fakt, a mendon që Spaku qyno do të njës një hetim apo gjithmonë këta në Shqipëri kujtohen vetëm kur vinë letrat nga jashtë? Sepse në raportin ose në vendimin e departamentit të thesarit thuhet shprehimisht rolet e gjithë secilit në këtë gjithë këtë organizat, duke përmend nga luftar Hysën, i cili është kryesori, më pas thonë për Arben Hysa, i cili ishte personi që merrte përsipër kontrabandimin ose dërgimin e parave kesh në të gatshme drejt SBA-s, duke përdorur kazino dhe restorantet luksoze. Ramizi, vllai tjetër, i përdorte kazino dhe restorantet për mbulim për pastrimin e parave. Fatos Hysa, që është tjetri vlla, edhe ai ka ndihmuar në pastrimin e parave nëpërmjet disa kompanive në Europë. Nga ana tjetër përmendet edhe një vajzë, Selda Baku, vajza e Ramizit, që pas ka qenë antare një bordit e një kompanie të njohur në Meksik, bashkë me një Gilberto Lopez dhe një shtetas amerikan dhe meksikan. Pra, të gjithë këta, duke qenë që u publikuan gjithë këto informacione, a ka mundësi që Spaku të nisë një hetim tashmë, apo thjesht do harrohet edhe kjo?
Shiko, pas çdo qasje mediatike, Spaku është shumë i vëmendshëm. Por në këtë rast duhet që të vi dhe një kablogram nga lart që Spaku të rindez motorët dhe të nis një çështje penale ndaj kësaj familje. Në shumë raste, kur ndodhin ngjarje matan Atlantikut, Spaku në fillim stepet të nis një hetim penal, sepse duhet të marrë mesazhin nga partnerët dhe aleatët e tij që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse do të nis një çështje apo jo. Dhe në këtë rast besoj që Spaku është në pritjen finale të këtij mesazhi, sepse nëse do të kishim një nisje kryesisht, fakti është vendimi, mediat kanë raportuar dhe hetimi kryesisht mund të nisë në këto momente që flasim ne. Por në këtë rast, duke qenë se kemi të bëjmë me ngjarje që kanë ndodhur matan Atlantikut dhe që letrat, relacionet, informacionet sekrete, provat janë mbledhur pikërisht nga agjencitë e huaja, qoftë në Meksik, po qoftë edhe në SBA, padyshim që Spaku do rri dhe do të pres kablogramin që do vi që ande. Dhe në këto kushte nuk besoj se Spaku do të nisë një hetim kryesisht këto ditë, pa marrë pikërisht të mesazh dhe pa marrë këto prova që më pas të nisë një hetim pasuror apo qoftë dhe një hetim për pastrim parash. Sigurisht që këtu është fare e verifikueshme për të nisur një krehje për sa i përket aspektit informativ, për sa lidhur me kompanitë që janë hapur nga familja Hysa, llogaritë bankare, pronat që të palujshme ose të palujshme që janë blerë në Shqipëri, dhe që padyshim mund të krijohet edhe një rezume për sa i përket informacioneve që mund të çojë dhe policia e shtetit. Por që jam i bindur, nëse nuk vjen një mesazh apo një ultimatum nga Shtetet e Bashkuara për të nisur një hetim dhe për të verifikuar të gjitha asetet pasurore apo kriminale të kësaj familje në Shqipëri, Spaku nuk besoj se do ta çajë të vetë me këtë praktik, duke e nisur hetimin dhe duke vijuar me kokën e vet, sepse ata këtu kanë qenë, që në 2016 tani, në mos gaboj, familja Hysa këtu ka qenë. Tani ka shkruar, unë kam shkruar, kemi denoncuar, kemi folur dhe për emra të tjerë që janë potencialisht shumë të pasur dhe shumë se sa familja Hysa, dhe që deri në to momente nuk ka nisur asnjë hetim, si thua, me proaktivitet dhe një hetim që ishte nisur me iniciativë duke marrë shkas denoncimet në media. Pra, më tepër Spaku pret ultimatumin që do vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas të vijoj të hetoj këtu. Në fakt edhe daljen e fundit të Dumanit filloi të justifikoj për hetimet të këtyre investimeve ose projekteve strategjike që nuk kemi denoncime ose referime nga tatimet, taksat apo edhe doganat apo policia e shtetit. Por harron fakt që ka edhe të drejtën e vetë iniciativës. Edhe në këtë rast mendoj që nuk e ndalon asgjë të marrë një vetë iniciativë siç ka ndodhur me raste tjera, të kërkojmë letërporosi të dhënat për shkak se nuk kemi fakt si praktike, edhe pse është e vështirë. Tani përmene pak ti faktin që kompani të ndryshme që tashmë kanë në Shqipëri, kazinot, takimi që është bërë me kryeministrin shqiptar, a thua që edhe takimi ka qenë, se ti e vendose pak në fakt pjesën që edhe ai ka qenë takim për kazinot, dhe tani si do ndihet Rama kur dëgjon që personi që e pas ka prit ky, edhe pse mediat e kanë thënë gjithkohës, ai nuk e dinte që është pjesë e Sinaloas? Së pari do të shtoj diçka për atë që sapo thej për punën e Spakut. Unë besoj që në këtë moment problemi më i madh për luftar Hysa në familjen Hysa nuk është Spaku. Spaku për ta është problemi më i vogël. Problemi më i madh për ta është pikërisht iniciativa e marrë nga, sepse nëse aty thuaj qartë që iniciativa është e qeverisë amerikane, por dhe e qeverisë meksikane. Po janë në bashkëpunim, është e vërtetë. Janë vendimarrja është dhënë nga shteti Meksikës. Ai aktivitetin e ka patur në Meksik, por Shtetet e Bashkuara thonë që ai ka përdorur biznese amerikane për t'i gjeneruar apo për t'i pastruar apo për t'i investuar këto para të ardhura nga burimet dyshimta, kryesisht të dyshuar nga narkotrafiku, dhe për t'i futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, unë besoj që
to deklaratat e Spakut që ka rënë numri i kallëzimeve. Shiko, me një deklarat, ti ke qenë me mua disa herë në emision në opinion, me një deklarat tonë në emision, janë disa opëgjë që i ka afër aty prokurori, dhe me njëherë ata kanë nisur çështje për shullazin. E maj mend që referonin sigur e ka bërë shiku. Pra, në vendimin e shullazit, në kërkesën për gjykim, gjitha, s'pund është marrë nga një deklaratë ime me emision opinion. Kur ti nis për një personazh kaq të fuqishëm siç ishte shullazi në atë kohë, një hetim, si nuk e niske dot, sepse të njëjtët burime, pra burimet e hapura, kanë dhënë informacion nga i cili një OPG aty, ose BKH-ja vet, ose një prokuror mund të niste me iniciativë, një procedim penal i cili pastaj do ta çonte atë drejt kësaj që ka ndodhur sot. Por kjo gjë nuk është bërë dhe ne shohim që kjo gjë jo vetëm që nuk bëhet, po pritet që na vijë nga jashtë. Dhe në momentin që të vjen nga jashtë, ti je para faktit kryer. Problemi është që këto janë çështje që duhet i bëjmë ne, nëse ne duam që ta rregullojmë këtë vend dhe që drejtësia të funksionojë ashtu siç duhet. Pra, nuk ka nevojë të bëj dikush kallëzim. Në momentin që ti e shikon, e dëgjon në media, është e publikuar në media, kjo ndodh gjithë botën, nuk se ndodh vetëm te ne. Pastaj, ne vajtëm në një stad tjetër, që të mos harroj këtë gjë. Ne arritëm në një pikë që këtu arritëm përfaqësues të medias, gazetar, ku dëgjon redaktor, që bënin kallëzime me 10 faqe, gjë të cilën nuk e bëjnë dot as studio më të mira ligjore në Shqipëri. Pra gazetari nuk çon një kallëzim në prokurori. Kanë ngatruar rolin ndonjëherë. Gazetari e bën publikimin, denoncimin në publik. Nga aty e mbrapa është organi i hetimit që të thërret. Dhe mua kur më kam thirrur, kam shkuar, kam dorëzuar materialet që kam pasur, më e freskët është kjo historia e tani i janarit, le pastaj që nuk ngeli prokuror nga Jugu Veri, sa herë në denonconin këto të kanabisit, aq herë na thrisin ne në vend që të merreshim me atë që ishte vërtet fenomeni. Kështu që kjo nuk është një arsye. Gjithsesi, thash një herë, Spaku ka patur disa indicie, nuk po them prova, se e vendosin ata, të cilat të çonin deri lart. Pra, nëse do të hiqte litarin, litari do t'i çonte tek ajo godina në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por në të gjitha rastet, kur ata kanë parë që litari të çon atje, ata kanë prek litarin, kanë kputur litarin dhe aty është mbyllur historia. Uroj që në këtë rast të mos ndodhi kjo gjë, dhe litari të jetë i fortë, të jetë litar çeliku, edhe e mban këshërën. Por ajo që kemi parë deri tani, pra na ka dëshmuar që është pak e vështirë, sidomos në këto momente, që ti të shkosh deri atje. Edhe pse era ka ndryshuar drejtim dhe ka filluar të fryjë në krau tjetër. Pra, nga oqeani i bukur po na vjen një furtunë, nuk është më erë e thjesht, nuk është flak më, po është një furtunë, e cila të shohim deri ku do ta ketë atë synimin dhe objektivin e vet. Ndërkohë të kthehemi tek pyetja që më bëre. Shiko, problemi në Shqipëri, siç e shoh unë në këtë rast, dhe ajo që të paktën mua më ka interesuar në atë kohë dhe më ka ndjekur, dhe më ka joshur që ta ndjek këtë histori, ka qenë veprimet konkrete që ndodhin në Meksik, në këto kazino. Ka patur akte, ka patur vrasje, persona të armatosur të cilët hynin brenda kazinos dhe qellonin me breshëri aty për ta dëmtuar kazinon, për të dëmtuar klientët, për t'i prishur imazhin. Dhe kjo nuk ndodhi një herë, ka ndodhur disa herë në këto kazino, prandaj u quajt në atë kohë lufta e kazinove. Sepse ka patur edhe në Shqipëri një luftë kazinosh, e cila ka ndodhur deri para një viti dhe ka qenë një luftë pikërisht me këtë indicie. Pra që sulmet e bërë nga mediat meksikane ndaj kompanive të familjes Fica ishin dirigjuar apo ishin paguar nga Shqipëria, nga një kompani tjetër rivale në industrinë e lojrave të fatit. Dhe përgjigjja ishte një sulm ndaj kësaj kompanie në Shqipëri, nga mediat shqiptare, për ta detyruar atë që të ndalojë sipas atyre sponsorizimin në mediat meksikane. Unë shoh çik vështirë që nga Shqipëria ti mund gënjesh në një portal lart e poshtë në një vend si Meksika, por që gënjesh dhe të përfshish media serioze. Këtë punë mund ta bëjnë kartelet meksikane në betejë me njëri tjetrin. Po shumë e vështirë që ta bëj dikush në Shqipëri, për të përfshirë thash në një situatë të tillë. Patjetër, sidomos tani që është përfshirë DEA dhe identifikimin është bën nga DEA. Kjo e bën çik të pabesueshme. Megjithatë,
unë besoj që Tirana ka shumë element. Mos gaboj vitin e kaluar, unë ka bërë një reagim pasi ka bërë kryeministri, dhe me njëherë jam kundërpërgjigjur publikisht po për këtë rast, sepse ki parasysh janë disa personazhe të lidhura në këtë histori, të përfshira në këtë histori, pra në këto negociatat për lejen e kazinos, për brendin e resortit turistik, që vërtet është nga më të bukur të. Kjo është një fakt se më Edhe të Vettingut kanë bërë, edhe ata antarët e Vettingut kanë bërë konferenca atje. Po. Po atje kanë kaluar mirë, pas kanë gusto. Bilet ka qenë edhe ambasadori amerikanë në një takim me sa më e men Yuri Kimi. Ka qenë donacione, nuk ka qenë një paguar nga Vettingu, ka qenë donacion. Po, unë nuk kam hyrë ndonjëherë aty, me thënë të drejtën, më ka joshur, më kam ftuar për të shkuar atje, pra më ka joshur investimi, por pikërisht ky detaj më ka bërë që të mos hyj dhe të qëndroj larg. Atë se vërtet duket nga jashtë, duket një investim goxha interesant. Të shohim se çfarë do të bëjë Spaku, a do ketë në një veprim konkret në lidhje me këtë. Mos i var kaj shumë shpresa. Jo, unë nuk ti e di qëndrimin tim për Spakun, po thjesht po them duke qenë që u publiku departamentit e thesarit ky vendimarrje mendova mos ndoshta për t'ia bërë qefin edhe ambasadës për të thënë që shikoj se edhe ne filluam veprimet për t'i kry. Këto nuk portojnë fakt për ta bërë. Unë ti jem korrekt. Unë mendoj që struktura jonë e posaçme duhet të operojë për llogari të interesave të qytetarëve shqiptar, të legjislacionit shqiptar, dhe as nuk bëhet vonë se për ka ambasadat ata do ta marrin përsipër ta bëjë këtë punë. Nëse ata do punojnë për ambasadat, ata s'po punojnë për ne. Ambasadat dhe ambasadorët kanë afat. U mbaron afati, ti e pe iku ambasadori e Radhës nga Shqipëria, e pesi çfarë ndodhi aty. Ndërkohë Spaku dhe gjykata e posaçme pa agjenci të tjera që kemi ne duhet të punojnë pavarësisht se çfarë sillin ambasadorët. Pra ajo që na intereson. Por ne vdesim për të servilosur i çikotani, ç'është e vërteta. Po mirë, po i servilosur është një njeriu që ja iku ambasadori apo në pension. Çfarë do t'i thoshte, ose fillon në një biznes privat. Pra, gjithë problemi është që investimi që është bërë aty duhet një investim i qëndrueshëm që ky institucion tu përballojë të gjithë fortunave. S'ka nevojë të vinë dosjet nga jashtë, ku ne kemi brenda. Pra, ajo që nisa të them, që të mos e ngatroj, është fakti që disa personazhe që kanë qenë të përfshira në këto kontakte, që kanë patur rolin e sekserit, të koordinatorit, në fakt rezultojnë të përfshirë edhe te çështja me Gonigal. Dhe kjo nuk është një rastësi. Pra kemi personazhe të njëjtë që shfaqen në histori të ndryshme, në histori që prap janë për interes apo përfitim të komunistë së Shqipërisë. Por ato them edhe unë. Kush është përfituesi? Pra, kush është përfituesi i gjithë historie? Kush përfitoi nga rasti i parë? Kush përfitoi nga rasti i dytë? Sepse po ti kthehemi kazinos që është në Tiranë, mund të diqesh me Qeraj hoteli atje, është një brand shumë i njohur aty, Radisson. Pra, kazinoja aty është në kryeqytet, është hapur, funksionon, ka plotësuar të gjitha dokumentacionin, se kot nuk e ka dhënë licencën, por fakti është që hyrja e një investimi të tillë në Shqipëri, pra ka patur problemin tek ai momenti i parë. Pastaj mbrapa, ata e kanë patur të gjithë mundësinë, kanë patur të gjithë burimet njerëzore, kanë patur studiot ligjore për ta plotësuar dokumentacionin dhe për të përballuar këtyre fortunave që mund të vinin nga Agjencia e Zbatimit të Ligjit apo ço vet. Po patjetër, në momentin që takon kryeministrin, kush mund shkon nga tatimet të bëjë një kontroll kur ai takon vet kryeministrin. Po ta kalojm në momentin kur te kryeministri shkon një eurodeputet gjerman i CDU-s, pra që nuk është një deputet i zakonshëm, pra e kupton çfarë rrethanash merr takimi, kemi një që vjen nga Meksika, ky që vjen nga CDU-ja, e dim çfarë përfaqëson Gjermania, se mos në atë kohë kur edhe këshilltarët. Edhe pastaj dhe njerëzit që janë përfshirë aty brenda, kështu që ky nuk është një takim i zakonshëm. Prandaj u kë ngulja që s'ka nevojë të shkosh në Aruba për të mbaruar një punë. Mund të vish nga Aruba dhe të mbarosh në bulevardin të Shmorte Kombit. Po, i biesh më shkurt. Mirë e bukur të hash edhe një, sidomos atëherë s'ka qenë ndërtuar ky kopshti i Edenit që është në kryeministri. Po sot ofrojnë aty ti e ke aty atë xhunglën. Nuk ke nevojë të shkosh ta kërkosh në Karaibe. Ti ke Karaibet në balkon, në obor atje. Të fluturosh edhe 12 orë, thuaj.
Kështu që s'ka nevojë fare të shkosh lodhesh në fund botës dhe të lësh gjurmë gjithandej. Ti vjen e bën këtu dhe gjurma kush është? Gjurma është biznesi që ngrihet atje dhe luzon. Fare thjesht. Po imagjino janë këta që ne i kemi të dukshëm, sa njerëz të tjerë janë të padukshëm që i hynë takohen, pastaj kjo është histori tjetër. Por për ta kaluar këtë rast i kthehemi pak edhe vrasjes së Gilmando Danit. Tani me vazhdu edhe me ty për shkak faktit që ke bërë një paralelizëm me një ngjarje të ndodhur në Vlorë. A tregon kjo se krimi nuk ka frikë tashmë, duke qenë që bëri një ngjarje të tillë shumë pranë aeroportit? Tani, ne të tre që flasim këtu e dim se çfarë është kjo ngjarje, e dim se kush është i ndjeri që humbi jetën dhe po ashtu e dim dhe ata që bën këtë punë. Pra, ne nuk ka nevojë tani të bëjmë një, pra si bëjnë këto profesorët që bëjnë teori dhe thonë që kjo ka ndodhur dhe te seria e 7 e filmit El Chapo që ka realizuar Netflixi. Pra në aeroportin e Guadalajarës, e kupton? Që se ngatroi dhe filmi se aty El Chapo nuk ka qenë duke dalë nga aeroporti, por ka qenë duke hyrë në aeroport. Kështu që dhe filmi duhet patur mirë parasysh se si është bërë. Por gjithsesi, ajo që dua të them në këtë rast është ngjarje jashtëzakonisht e rëndë, është kaq e rëndë sa eklipsoi historinë me zëvendës kryeministër. Që duhet ishte maja, duhet ishte ndezur vendi. Pra, ndodhi kjo, i putet e kjo e sinaloas mbrapa dhe harruam zëvendës kryeministrin, tunelin që ka ndodhur atje, ja ato dy urat e bukura që s'ekzistojnë, s'janë askund, kanë ikurat. U harrua dhe Belinda. Po, kështu që duke sikur Belinda është një më me fat, që sa i ndodh ajo gjëja, sikur si mbi vishin ngjarje edhe më të rënda. Megjithatë, kjo ngjarje shumë për mua shumë tronditse, dhe sidomos publikimi i pamjeve të saj, nëse do ta kisha në dorë nuk do të publikoja, por ti the që unë nuk kam folur për ngjarjen, vetëm sot kam dhënë një reagim pasi më pyeti kolegu Samarxhiu, po jam përpjekur që ti dëgjoj me vëmendje kolegët, madje më shumë më ka provokuar Eltoni se ka përdorur një batutë time që për një skuadër që rrallë del, por kur del ajo nuk del. Nuk del. Ja, pasha reagimin në Facebook në fakt, se është bërë edhe tani ajo ngjarje shumë e rëndë, po. Edhe për ta ilustruar me një gjë tjetër të ngjashme, sepse unë jam atje dhe nuk i kam provat juridike. Unë kam prova gazetareske. Por po e ishte e njëjta, motamon se kur ishte të njëjtët aktorë të teatrit kombëtar, të cilët kanë realizuar dy shfaqje. Domethënë realizojnë një shfaqje atje dhe bën dhe një shfaqje këtu. Ajo që shoh unë në këtë ngjarjen e fundit, pra tregon që kjo skuadra e pushkatimit e ka perfeksionuar punën e vet, sidomos me informacionin, me rikondicionin. Pra informacioni i tyre është njësh, është jashtëzakonisht i gjithsaktë. Dhe me sekonda, çdo gjë e rakorduar me sekonda. Keni gjë parasysh që ata vërtet kanë dhënë prova tashmë që kanë patur për fat të keq të opinionit të vendit, të qytetarit të vendit. Kanë patur një, si them, saksi kirurgjikale në ngjarje. Pra, ata nuk janë si këto bashkëpunëtorët e drejtësisë që në çdo 3 atentate në 2 bllokoi arma dhe ngjeli për objektivi. Ti e pe, ai vajti dhe domethënë u bi duke e qelluar nga afër dhe i dha goditjen përfundimtare. Pra, nuk është një atentat i thirrë që qellohet, hapet zjarr, se të dim Kalashnikov është një armë frontale që është e papërballueshme, por ai dhe njëherë nga afër u bin dhe në moment vazhdoi programin nga do të largohej nga vendi ngjarjes. Ajo që e bën këtë ngjarje shumë të rëndë është fakti i vendit që ata kanë zgjedhur, por me sa duket në logjikën e tyre ose në kalkulimet e tyre, ai është dukur vendi më i përshtatshëm, sepse aty je i detyruar ta ulësh shpejtësinë fare në minimum. Ai është një vend me trafikun më të madh që mund të ekzistojë në Shqipëri. Sidomos me rritjen e volumit që ka aeroporti i Rinas. Edhe me mbikëqyrjen më të madhe ndoshta nga gjitha vendet. Po shiko, aty mbikëqyrjen qytetarët, nuk mbikëqyrjen këta. Sepse unë di që një tentativë përmendi kolegu Qytno, unë e kam denoncuar më përpara kur ka ndodhur kjo ngjarje. Pra një tentativë të tillë skuadra ka tentuar ta bëjë në aeroportin e Adem Jashari në Prishtinë dhe ata kanë qenë duke realizuar fare mirë, por fati i objektivit tyre ishte që një personazh shumë i fuqishëm i jetës politike në Kosovë shkoi e priti atë në aeroport dhe e priti me mjete të blinduara.
Dhe kjo gjë bëri që ata e para po vepronin jashtë territorit tyre, pra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, edhe së dyti nuk kërkonin ta çonin situatën duke përplasur me një fuqi tjetër e cila mund të krijonte probleme. Kështu që zgjedhja e vendit për ta, ata se kanë vrarë mendjen fare aty se sa policë trafiku ka, sa policë të asaj policisë ushtarake, apo sa policë të aeroportit të Rinës të janë policë kryesisht të kufirit. Pra, kjo gjë ata nuk i ka shqetësuar fare dhe në asnjë ngjarje ata nuk janë shqetësuar. Pra, po ti shikosh të gjitha ngjarjet ku dyshojnë që operojnë ata, dhe ata kanë për një gjë. Unë kur shkruaj Spaku në fillim, kam thënë në media, kam formuluar një tezë dhe thoshë detyrat e Spakut janë dy: të ndryshojë elitën politike, pra elitën e korruptuar politike, dhe të ndryshoj elitën e krimit organizuar. Dhe në fakt, kjo skuadrë duket se është më efikase se Spaku, se kjo realisht, duke filluar që nga viti 2018, ata kanë bërë një evolucion në hierarkinë e krimit organizuar në Shqipëri, duke zhdukur disa nga personazhet, pa ose duke azgjesuar disa nga personazhet më të rëndësishëm të botës krimit në vend. Pra si të thuash, ata kanë bërë një lloj përmbysje të top listës të bosëve të krimit në Shqipëri, por gjithmonë këta janë punëtorët, nuk duhet ta harrojmë. Gjithmonë këta e kanë bërë për llogari të një fuqie tjetër. Në fakt u bën disa thuajse me të njëjtën metodë. Alianca, pra se ne nuk kemi një kartel ende në Shqipëri, por i quaj alianca sepse ajo ka nuanca karteli, por nuk është karteli i tillë. Dhe duke qenë që ka mbështetje shumë të fortë, edhe politike, edhe nga Agjencia e Zbatimit të Ligjit, kjo gjë ja u jep garancinë këtyre vrasëve që të godasin mu para aeroportit. Pra, që të shkosh të bësh një atentat të tillë ndaj Gilmanut Danit, mbani mend kush bërë atentati tjetër. Gilmanos dhe mbi kalimin e Kasharit i goditën në qaf Kasharit dhe Pajtim Serianin e goditën te rruga e Kavajës. Pra, edhe atëherë ka qenë një goditje koordinuar, por ata që e morën përsipër atë ngjarje nuk ishin të këtij niveli. Pra, nuk ishin si kjo skuadrë që ne po përmendim tani. Plus edhe shpejtësia makinës në mbigalim ishte pak më e lartë se sa kjo. Gjatësia e kësaj skuadre, ora ata nëse e nisin, unë po them ngjarja fushkruese është e frikshme, burra ata kanë mbajtur trafikun gjysmore, por e kanë bllokuar trafikun që ta kishin shtegun e lirë, që të largoheshin. Ja, të rasti Bejlan Martinaj. Siç u larguan në Rinas. Pra, ata e kanë të hapur shtegun, nuk e kanë problem fare. Ato doja të pyesja tani. Gjithë kjo, ja, edhe diçka këtu ta mbaj. Se doja të kaloja të toni pak të qyna jam. Gjithë kjo siguri nga buro. Ti biesh Gilmando Danit. Gilmando Danit nuk e mbron as blindi, as antitanku që mund të ketë me vete. Që mund të kishte se tani ka ndruar jetë. Por Gilmando Danit e mbrot aureola, e cila është vendosur për gjatë 2 dekadave. Në fakt, Gilmando Danit kur është arrestuar në 2016, bëri një veprim, me sa më mend atko, ai nxori jashtë vllajin dhe familjen e vllajt dhe familjen e motrës, dhe Shqipëri kishte vetëm nënën. Pra dhe ka jetuar me nënën. Ai këto kohë ka lëvizur shumë në Dubai, sapo ka dalë nga burgu, ka qëndruar në Dubai, nga informacioni që ka pasur, dhe jam habitur që ai kishte filluar po shfaqej shpesh në Tiranë, sepse vetëm prezenca e tij, duke lëvizur në Dubai, në Spanjë, keni parasysh për çfarë vende flasim? Për koincidencë, vende që janë shumë të rëndësishëm për botën e krimit në Shqipëri, e ka shqetësuar atë që e quajmë tashmë Alianca, dhe ata kanë vendosur të bëjnë një ngjarje të tillë, e cila përveç se ka eliminuar një personazh shumë të rëndësishëm si Gilmando Dani, ka çuar një mesazh shumë të fortë të gjithë të tjerët. Se u ka thënë të gjithëve, nëse këta nuk do të kapen tani, në radhë deri tani ata s'e kanë kapur asnjëherë, u ka treguar gjithë të tjerëve se kush është sherifi që kontrollon territorin. Dhe me kush është struktura me të cilën ata kanë të bëjnë. Kështu që ajo është një ngjarje që ka shumë. Unë do të pyes pak më vonë lidhje me pistat e timit dhe aktivitetin e tij pas daljes nga burgu. Po thash ti kthehesha pak te toni. Qëno, çfarë nuk funksionoi nga policia, pasi nuk është hera parë që cënohet edhe zona e Rinësit, ku ka pas edhe grabitje dikur dhe sërish nuk ka masa, po thuajse në brenda pak metra nga komisariati. Atëherë, për ta qartësuar, aty komisariati është komisariati i Rinësit, dhe komisariati i Rinësit ka kompetencën lëndore dhe operacionale brenda ambienteve të aeroportit të Rinësit. Që do të thotë,
kontrollon të gjithë territorin e Rinasit, por nuk ka funksione për të shtrirë për sa i përket shërbimet e tij jashtë aeroportit të Rinasit. Jashtë territorin jashtë aeroportit, edhe rrugët që janë rreth këtij objekti të rëndësisë veçantë i kontrollon Komisariati Fushkruajt faktikisht. Dhe faktikisht në atë rreth rrotullim, siç e tha tani pak, ka gjithmonë trafik dhe për shkak të fluksit të madh të trafikut ka dhe një ose dy efektiv policisë rrugore. Ditën kur ka ndodhur ngjarja, pra 3 ditë më përpara, efektivët e policisë rrugore janë tërhequr në Tiranë sepse ka pas një mbledhje dhe nuk ka pasur punonjës policie. Por edhe nëse do të kishte pasur, skuadra që u shfaq me atë lloj armatimi dhe aq blic në ato momente, nuk besoj se do ta kishte problem një efektiv policie aty. Fare, për mendimin tim, kemi pas raste që dhe policët e rrugores kanë qenë me ngjarje si te rasti Tan Santos dhe nuk reaguan për shkak të nuk mund t'i dalë përballë një 3 kalashnikove me një pistolet ndonjëherë edhe të prishur. Rasti Tan Santos ti e di shumë mirë se ke publiku pamjet, rasti ka qenë me pistolet dhe policia nuk ka bërë dot as edhe një lëvizje, mjafton që i ka drejtu pistoletën autori i vrasjes dhe në pastaj është larguar. Dhe jo vetëm që s'ka bërë asnjë lëvizje, po edhe nuk ka vijuar ta ndjek motor. Edhe në këtë rast, nëse do të ishte polici, nuk besoj se do të kishim një reagim nga ana e policisë shtetit, sepse kishim 4 persona me 4 kalashnikov dhe që aty janë hedhur mbi 80 plumba, që ishte një ngjarje që vetëm zverte ajo pjesa e rrugës nga ato gëzojat e bronzit, dhe që nuk besoj se do të sillte në rezultat për sa i përket neutralizimit të kësaj njësie zjarri. Për sa i përket Komisariatit të Krujës, pastaj aty atje hajde të ndalemi të analizojmë me detaje se çfarë ka bërë policia e Krujës, që së pari nuk ka pasur as edhe një postoblok, së dyti nuk është dhënë dhe duhet parë dhe duhet edhe një analizë nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Policisë apo qoftë nga Policia e Shtetit, nëse është dhënë urdhri për vrasje, sa postoblloke janë ngritur dhe çfarë urdhri është dhënë. Po urdhri t'i është dhënë në radio, jo t'i është dhënë urdhrin me telefonat, sepse shpesh Policia e Shtetit ka filluar që hap këto WhatsApp-et edhe merren me telefona, nuk komunikojnë dhe nuk japën urdhra më nëpër radio. Ndërkohë që më përpara ti e di shumë mirë dhe tani e di shumë mirë që çdo urdhër në sallën operative i jepeshe me radio dhe çdo vrasje kur kryeshe në një zonë i jepeshe edhe kodi, sepse vrasja kishte një kod numerik 1 2 3 filan zonë dhe e merrte vesh gjithë policia e qarkut që në filan zonë ka vrasje dhe ngriheshin në mënyrë operacionale shumë shpejt postobllokët. Nuk po them që ngritën postobllokët dhe do ishin kapur apo do ashtu, po të paktën do sillte momente lokalizimi të shpejt dhe më pas ndjekjen në terren të tyre. Zona nga kanë ikur autorët kanë përdorur një zonë që është përdorur nga Talo Çela dhe nga Indieri Murataj, që përdorën rrugën ansore të Rinasit, që vodhën kargon e avionit, parat nga avioni dhe është një zonë e cila del më pas nga mbrapa burgut të Fushkrujës dhe më tej ngjites në pjesën afër Krujës dhe aty në një rrugë të vjetër që ajo rruga po të vazhdosh në nxjerrjet e kisha e shënandollit në Laç. Në fakt atje kanë ndjekur mbet me vuni një kështu makinë policie atje në atë zonë me net gati për çdo rast. Tani në atë zonë, nga Rinasi, në mbi kalimin e Kasharit gjithmonë ka pasur makina policie për shkak të ngjarjeve të rënda që pasuan vite më përpara të vjedhjes së autoblindave të bankave të nivelit të 2 që çonin parat në Rinas. Madje përveç patrullave, vun edhe një patrull mbështetëse të FNSH-s, e cila ka për hir të së vërtetës eksperiencën dhe armatimin e duhur për të përballuar këto sulme, por që të dalëm te situata konkrete dhe duke parë dhe pamjet filmike, nuk besoj se do të kishte një reagim, sepse ajo skuadër kriminale dhe me atë lloj armatimi që kishte vajtur posaçërisht për të vrarë Gilmando Danin dhe ata nuk të rriqeshin pa kryer porosin që kishin marrë nga Komisioni i Drejtimit Kriminal që sot
funksionon më së miri në Shqipëri. Ajo skuadër, unë them që do të ketë mundësinë të bjerë në prangat e policisë, vetëm kur të ketë një konflikt brenda komisionit që drejton sot këtë skuadër. Skuadra sot për sot është më funksionalja, që nga 2018 kur ka bërë ngjarjen e parë në Vlorë, dhe më pas ju mendoni se është e njëjta dorë dhe në qytetet të tjera, pjesa më e madhe e tyre dhe kryesorët e kësaj skuadre janë në kërkim, por që askush çuditërisht nuk i kap, edhe pse kanë nga 2 apo nga 1 mas sigurimi arrest në burg. Dhe që më e rëndësishme është që kjo skuadër funksionon më së miri me skuadrën tjetër të Niklës. Dhe kanë bërë një binjakëzim vrasës me pakesë, të dy palët shkëmbejnë vrasit me njëri tjetrin dhe që pra ti e zgjidhur çuno që këta janë pak a shumë me njëta dorë? Te Brillanti, tek në Vlorë, edhe kjo unë jam 100% i bindur që është e njëjta dorë, sepse dinamika, veprimet që kryen një person i vetëm, sepse te Brillanti kemi një person të vetëm që ka qelluar flamur. Janë 91 plumba apo gëzoja që janë gjetur në ngjarje, të qitura nga një automatik, i cili ka pasur një karikator nga to rrethoret, që është automatik shumë i fuqishëm, dhe ajo rrethoria mban diku te 100-120 plumba automatiku. Dhe kur është bërë akti i ekspertimit, ka ndarë që të 91 gëzojat janë goditur nga një gjilpar automatike. Dhe që ata janë befasuar se si është e mundur që një person të ketë mbajtur të gjithë pjesën e zjarrit, duke vrarë edhe edhe Brillant Martinan, edhe Diklen Vatën, edhe atë Besmir Hoxhën. Edhe në këtë rastin e fundit, të para 3 ditëve, një person ka peshën më të madhe të zjarrit atje, ai që është i veshur me antiplumb, se vetëm njëri është i veshur me antiplumb. Fillimisht kemi 3 armë që funksionojnë, që qëllojnë dhe dalën dhe qëllojnë për njerëz, dhe që e mbysin objektivin, e mbysit me një rre të madhe zjarri, ku i dërgojnë patën mbi 70 plumba një herësh, dhe më pas për të bindur, shkon dhe të realizoj 100% objektivin e tij për ta vrarë. Dhe edhe pse ka bërë mbushje të menjëhershme të shulit, sepse po ta vesh rej, besoj që i është bllokuar arma për shkak të mbushjes së shpejtë të automatikut dhe pastaj ka hedhur. Është e njëjta dinamikë siç e bëri krahasimin dhe tani, që edhe në Vlorë aty bllokohet dhe ngec. Pastaj qëllon një me pistolet, pastaj sepse del polici tjetër që ka qenë tek rasti i Vlorës, që ka qenë në vendin e parë, pasagjer. Po që del pasagjer që ikën me vrap. Në momentin që polici nuk reagon, por merr rrugën për lart dhe ikën në pus me zim, atëherë merr automatikun tjetër ai apo pistoletën me qyt për ta mbështetur në supë dhe më pas largohen. Dhe siç funksionon gjithmonë. Po lidhja deja vu e ke. Kjo skuadër e ke deja vu ngjarjen. Të lëshon 30, 50, 90 plumba në vendngjarje, merr makinën, largohet, ta djeg makinën dhe pastaj zhduket si hije. Dhe gjithmonë policia çuditërisht nuk i kap. Nuk i kap sepse kanë komisioni ka lidhje të forta politike, ka lidhje të forta në polici, ka lidhje të forta në prokurori dhe ka lidhje të forta më të rëndësishme që janë të skuadra operacionale e cila bën ndjekjen edhe gjurmimin e këtyre elementeve dhe që padyshim, duke qenë që komisioni kontrollon segmentet kryesore të policisë shtetit përreth prokurorisë, padyshim që skuadra sot për sot është më gjakatarja dhe më e frikshme që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Pra tani edhe ti mendon që ky komisioni është i paprekshëm për shkak edhe lidhjeve politike, personave që mund të kenë bërë po themi ndërmjetësimin apo urdhrin për të ekzekutuar këtë dhe është e vështirë zbulimi i kësaj ngjarje para se edhe më pas kam një pyetje ndoshta lidhen me AMP-n. Shiko, është një ngjarje tjetër, mos gaboj, e 4 nëntorit e 2018 në Durrës, vrasja e Edison Arizë. Edison Arizë atje, e faqe Diegurit. Aty nuk ka video, po është e njëjta gjë. Po dha është e njëjta skem thuajse.
Është e njëjta, Ke edhe atë në rrugën e Shijakut të atyre oficerëve të policisë, po aty bashkëpunëtorëve të Shullazit që Nureddin Dumani dhe vllai i tij thonë që e kanë bërë nipi dhe djali i Pojës. Tani, unë nuk do të merrem në këtë moment me këtë se jemi... Po, do flasim një moment tjetër, besoj për këtë tjerë, po vetëm doja për këtë histori. Po, kjo histori do të zgjas, sepse po ta vësh re, kjo është një skuadër që nuk bën gabime siç bënin këto që kemi parë ne janë bërë bashkëpunëtor drejtësie tani. Pra, ata nuk janë kaq aktiv, nuk janë kaq të shpeshtë, nuk dalin kaq kollaj. Pra, po ti vësh re ngjarjet atyre kanë një diferencë të madhe kohore nga njërat e tjetra. Dhe kjo i bën, pra ata duket në momentin që i kanë harruar se ata ekzistojnë, ata shfaqen pa pritur, bëjnë këtë hyrje në skem, e bëjnë si hyrjet e Hollywoodit, ndizën gjithë projektorët, dritat, gjithë vëmendja shkon aty, dhe pastaj ata zhduken sikur avullojnë. Në fakt, unë e quaj aleanca sepse kjo kjo strukturë kryua për shkak të situatës që ishte në vend, sidomos mbas nëntorit të vitit 2018 dhe deri në gushtin e vitit 2022. Pra, u bashkuan aleat që në të kaluarën s'kishin që kur bashkë më di kishin qenë kundërshtar. Kjo rezultoi me sukses dhe pastaj ato tregon të Zot që të qëndronin në këmbë, ta mbanin atë në të mirë të interesit tyre. U treguan të Zot sepse krijuan lidhjet e duhura, sepse kjo nuk funksionon dot nëse ti nuk bashkëpunon me pushtetin. Fati i madh i tyre është që neve nuk na është ndërruar qeveria që nga 2013 dhe ata s'kan nevojë të hidhen sa ndej këtej. Pra ata kanë të njëjtin si them partner, zyrtar, të njëjtin mbështetës politik. Patjetër, dhe ata nuk kanë, prandaj nuk kanë ceduar. Dhe avantazhi tjetër është që ata kanë bërë një ndarje territori deri tani që ka rezultuar pozitive. Secili nuk prek në pjesën e vet, dhe kur vjen pjesa për të ndarë, po ashtu ka prevaluar pra më shumë bashkëpunimi se sa konflikti. Kjo i ka bërë që të jetojnë ka gjatë. Tani, komisioni që thot Eltoni është struktura drejtuese e aleancës. Pra janë ata që marrin vendime. Tani po mos ndoshta Gilmado Dani po vazhdonte me një aktivitet kriminal pas daljes sepse është thënë që ishte i përfshirë në rolin e përmbaruesve privat në një farë mënyrë bashkë me Shullazin nga burgu, mbledhje borxheve, gjobvënie, bizneseve të ndryshme, fajde, drogë. A mos ndoshta dhe kjo e ka trazu, po themi më shumë aleancën që për të bërë një ekzekutim tillë apo thjesht ishte radha? Vetëm dalja e tij nga burgu i ka shqetësuar atë. Duke ditur peshën çfarë përfaqëson Gilmano Dani. Pra, si them Gilmano Dani po krahasoj me një personazh tjetër të grupit Ervis Martina, ishte për mua i barazvleshëm me Bujar Lika. Pra ai kishte një njerëz që kishte jashtëzakonisht shumë ndikim. Dhe kjo i ka shqetësuar. Lëvizjet atje, sigurisht ai ketë lëvizur dhe për qef, dhe privatist mbas një kohe të gjatë në burg. Mos harroj që ati si falen asnjë ditë burgu, ka bërë kokrë, ditë e burgut. Jo, kishte disa falje në fakt, të lexova dosjen e burgjeve, kishte disa falje çuditshme, por nuk e dija do hyjnë kësaj pjesës. Por thash ditët e burgut, ai nuk përfitoi nga ato, jo shërbim prove çai ishin këto. Lirim me kusht nuk përfitoi, ai pati vetëm faljet 90 ditore dhe po faljet një vjeçare. 3 muajore, 500 ditë se ç'kishte. Ato i merr kushdo i dënuar, nuk është e thënë ajo. Por unë nuk dua sot sepse shikoj, jemi shumë afër ditës kur e ka humbur jetën dhe duket sikur ne tani mbrapa mbas nekrologjisë duket sikur synojmë t'ia rëndojmë pozitën. Ajo është e tmerrshme, ne diskutuam që të ndodh mes Tiranës një gjë e tillë mes Rinasit. Po flasim pak edhe për karrierën e tij kriminale. Ata nuk i dalon njëri ta bëjnë vetëm mes Tiranës, se kanë dhënë prova që e bëjnë. Pra gjithë problemi është për ta nuk është halli i madh se ku do ta bëjnë. Ata e zgjedhin vendin në bazë të mundësisë që kanë ata ose të përësisë dhe befasisë situacion saktë, si do përballet me ta. Me një skuadër kaq të armatosur dhe me kaq fuqi zjarri. Pra unë kujtoj se kanë folur mbas ngjarjes të Ndjerit Santo me atë oficerin oficerin e qarkullimit dhe e pyeta që ore, nuk kishe mundësi ti e kishe pistoletën mbres. E di se më përgjigj, gjëja e fundit tha që më shkoi në mendje, ishte fakti tha që unë kisha pistoletën mbres.
e dyta tha kisha koqi se kisha përdorur, e treta vlla tha janë policë qarkullimi. Dhe ata ma drejtuan pistoletën drejta dhe ma bën të qartë se edhe mund të më vrisnin, por nuk më vranë. Dhe unë sot, unë e takova kur e kishin larguar nga detyra. Dhe unë kisha dy mundësi tha. Ose të zgjidhja tha që fëmijët e mi të rriste kryeministri Rama, ose të zgjidhja që fëmijët e mi të rrisja vet. Dhe unë zgjodha tha që fëmijët e mi të rrisja vet. Unë e gjeta kur punonte shofer furgoni nga Zoguizi në Laç. Dhe e pyeta po mirë, a njoftove ti në radio këtë që tha Altoni pak më parë? A njoftove ti në radio dhe shumë të tjerët për të ngritur postboqet? O valla unë kam bërtitur kaq forca, unë nuk besoj që sallat këtë dëgjuan ndonjëherë bërtitur, se bërtita edhe nga fakti ta që u tremba. Pra bërtita fort. Po këto nuk mund të bëhen me postbloqe. Ne tim fare mirë se çfarë ka postbloku. Postbloku është ai peshkatari, a kupton që shkon me ato peshkatari i lumit kryesisht, që merr një rrjet kaca plumçe ai, dhe ai uron që brenda asaj plumçes mase kap në një ciron. Por ai nuk ka dot asgjë tjetër. Dhe ne dim që postbloqet, këto policitë e zakonshme, janë raste shumë të rralla që kanë patur sukses. U kap vetëm mos gaboj në kohën e Covidit ai i grupit Lushës, Anterio Kaloshi apo Kalos, po. Anterio Kalos. U kap vetëm njëri nga ata, edhe ai u kap rastisht. Dhe gjëra tjetër që do të them në këtë pikë është fakti që nuk luftohet si policia, si prokuroria apo shërbimi informativ, nuk luftojnë me postbloqe, luftojnë me informacion, me parandalim, me bashkëpunëtor. Pra, ti duhet ta godasësh të lloj strukture kur ta gjesh në gjumë, kur ta kesh ti befasin, jo kur ai godet. Dhe ti sulesh nga mbrapa dhe unë kam si të më shbër tani më shtyn ves. Gjë e parë sa ndodh një ngjarje, unë kam një mik të zjarfiksa dhe e pyes, "Ore, për ku nisët?" Pra, më të shqetësuar ku ndodh një atentat, është shërbimi zjarfiks, se thot inshallah nuk e djegim në një rrugë që nuk shkon dot zjarfiksja. Pra, shërbimi i parë që ne çojmë mbas një vrasje janë zjarfiksa. Është shërbimi zjarfiks. Dhe kjo është shumë dëshpëruese kur e themi, se duket si një lloj pabarazie. Pra, e cila të çon vetë pasiguria që ka vendi. Por në këto nivele që është krimi organizuar, me fuqi sot monetare, burime njerëzore, armatim, ama mund që u bërë zhurmë para 10 ditësh u kap një furgon me ca armë, pa disa të tilla kanë në qarkullim? Po, kjo e vërtet fakto, po. Kur u kap një bazë në Elbasan që ishin të gjitha armë të NATO-s, të prodhimit të fundit, sa kishin ardhur, që si kisha shtria jonë ato vera. Pra sot, me fuqinë monetare, fuqinë financiare që ka krimi organizuar, shumë nga grupet kriminale kanë buxhet më të madh se Ministria e Brendshme vet. Ne nuk mund të synojmë që t'i kapin ata, t'i kapi postbloku i stacionit policor ku shembulon atë Vora, apo t'i kapi ai fushkruajës. Pasi një tjetër një ish policë të vjetër që mbaj mend në çdo vendngjarje, ai ishte aty dhe ai ankoi, ishte i fyer që pse autorët e djegin makinën e fshatit i vet. Kupton ti tani? Ja, në fakt vërtet është, edhe unë kam menduar që pse s'vjen policia në zjarfiks të rri atje gjatë gjithë kohës. Po s'ka nevojë, më është zjarfiks e fushkruajës. Ti boll të japë sinjali ku po të ltymi. Por, realisht, problemi që kemi ne është pjesa parandaluese dhe që të parandalosh... Ka harru policia në fakt një nga këto që është e parandalimi, vërtetë? Shiko, thashë njerë, unë kam publikuar para disa vitesh, mos gaboj 4 ose 5 vitesh, mas edhe pak më shumë, se ma i mën datës pa ta kohë sot ta shikoja me qartësi, fotot e disa personave të cilët edhe unë vetë në atë moment nuk isha koshien sa të rrezikshëm ishin ata dhe çfarë përfaqësonin. Dhe edhe di si sigurova të foto. Brenda strukturës që duhet i gjurmonte ata, ishin 2 grupe brenda strukturës, brenda policisë. Pra ishin 2 grupe që njëra ishte me një grup ishte me një nga organizatat kriminale, grupi tjetër ishte me krahun tjetër. Dhe në atë kohë mbaj mend që me shqetësim ja kanë thënë drejtuesit tyre, nuk është çudi që në ditë kërcas burja brenda në repart, sepse o mlidhi këta dhe bëni ndajni mendjen se çfarë po bëni, ose në qoftë se këta do të joshen dhe do të korruptohen, dhe do të shërbesin në punën e korruptimit, se i hapen rrugën. Ti she, ndodh atentati dhe brenda ke një oficer, aty ishte oficer antidrogës. Po ato doja me vazhduam fakt edhe këtu, në lidhje me Mustafa Shqerin tonë, qyro.
më përmendë Danin dhe punësimit tin polici, si u duket, është një surprizë tashmë kjo lidhja e policëve me grupet kriminale dhe a mjafton arrestimi 2 zyrtarëve na më po që ministria të heq përgjegjësinë apo policia të heq përgjegjësinë, ish ministri i brendshëm apo që deputeti i zonës që ishte në atë kohë. Tani, sa herë që ka ndonjëherë tilla ngjarje të rënda dhe ku janë të përfshirë punonjës policie me eksponentë të krimit organizuar apo qoftë me grupe kriminale, gjithmonë nis një inspektim, analiza, administrim dokumentave bla 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 nga këtoja dhe fillon edhe pezullimet, shkarkimet e deri tek transferimet e ndryshme. Edhe këtë radhë e njëjta gjë ndodhi, u konstatua që ishte një agent me kontratë i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore dhe më pas sapo doli lajmi, fillovi të nesërmen inspektim pikërisht Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për të gjetur fajtorë dhe për të gjetur abuzuesit që kishin kryer dokumentacionin me qëllim punësimin e këtij individi. Tani kush e mori në punë atë? E mori ai punojësi i thjesht i komisariatit numër 3 që kishte lëshuar vërtetimin për besueshmërinë, apo e mori drejtori i komanduar i AMP-s? Kush e firmosi kontratën? Dhe që këtu fillon hetimi administrativ. Nëse e ka marrë polici, atëherë ne duhet pranojmë që polici komisariatit 3 ka edhe funksionin e besueshmërisë së këtyre personazheve që rekrutohen në polici, edhe drejtorin e AMP-s. Po që rezulton që kontratën e ka firmosur tjetër kush. Prandaj që ai tjetër kush të merret në pyetje, jap deklarime, të merret dhe mesazhi dhe të tregojë mesazhet dhe konkretisht se kush i ka kërkuar për të rekrutuar brenda radhave të Ministrisë së Brendshme, jo të policisë, sepse AMP-ja është pjesë e Ministrisë së Brendshme, dhe të tregojë se kush është titullari që e ka orientuar për të marrë në punë këtë. Pastaj mjafton vetëm mbiemri Sheqeri, nuk ka besoj policë në Tiranë që të mos e di se çfarë profesion ky mbiemër. Aq më tepër që ky kishte të ndryshuar mbiemrin, që këtu fillojnë dyshimet për cënimin e besueshmërisë të këtij individi. Pjesën tjetër pastaj a ka pasur rol ministri apo jo? Ish ministri Ervin Oza, që është koincidon që është deputeti i zonës. Është deputeti i zonës dhe doli me votat më të mëdha në qarkun e Tiranës. Ky zotëria që aktualisht po gëlon në spitalin ushtarak dhe inshallah dhe fatmirësisht që është gjallë dhe inshallah të jetoj, sepse mund të jetë edhe një dëshmitar kyç për policinë dhe për prokurorinë, ka qenë pjesë e strukturave elektorale të ministrit Hoxha dhe që padyshim që kjo pjesëmarrje në këto struktura mund të ketë sjell dhe që jam i bindur që do të ketë sjell si thua punësimin, ja kthy nderin. Punësimin e tij me qëllim për ta shpërblyer për sa ka punuar vullnetarisht pikërisht për pas armën me veti dhe atë kartonin para punonjësit policisë ka hyrë aty se do të kishte të ardha financiare të mira. Jo, pastaj po, që në momentin që kur këta hyn pajisën me armë, sepse punonjësit e policisë, punonjësit e AMP-s kanë të njëjtin status si efektiv të gardës dhe që pajisën me armë dhe aq më tepër marrën dhe atë kartonin e Ministrisë së Brendshme që në shumë postobllogje policie apo në shumë zyra dhe në shumë situata të padëshirueshme që këta dhe vetë i prodhojnë dhe vetë, nxjerrin atë kartonin edhe tregojnë situatën që jemi punonjës ministrisë dhe marrin ato benefitet e momentit. Por që të dy që kanë qenë në Spanjë, kjo është provuar sepse që në datën 7 nëntor kanë kaluar nga aeroporti i Rinasi dhe janë nisur për në Barcelonë dhe më pas kanë ardhur. Dhe unë duhet të ndalem pak, pavarësisht se jemi te pjesa e punonjësit policisë, duhet të ndalem pak të informacione, se folit tani që kjo skuadër suksesin më të madh e ka të informacionit dhe që kam bindjen më të madhe që informacionin kjo skuadër nuk e merr vetë. Do të kjo skuadër informacionin e merr pikërisht nga komisioni. Dhe duke qenë se komisioni arrin që të marrë informacionin e dorës së parë, informacion 10, skuadra pastaj është më e lirët dhe më e sigurt në terren. Që me këto deklarimet tuja sot, nesër sigur të ke prokurorët përsëri me të marrën pyetje. Se ja keni marrë dorën këto.
ti e di shumë mirë që pyetja na është bërë tani kështu si buk me djathë, por puna është që ne japim informacione të tallësishme dhe që informacione që ne arrim t'i marrim nga si të tani nga burrimi I sigurt, ne vem në burrim, nuk rrim vetëm aty përpara atje. A mendoni që mos të mbaj kohë edhe juve, që a mendoni duke qenë se po arrim në fund, a mendoni që këto ngjarje do zbardhen apo kjo ngjarje po themi e Gilmandos, pasoja, lidhjat, a mund të zbardhet apo do vazhdoj edhe kjo në arkiv? Sepse realisht jemi sinqert, Spaku, po themi institucioni I cili gjasme mbahet më I mirë, më me reputacionin më të mirë, nuk ka një dosje konkrete cilën e ka hetu vetë nga fillimi. Deri tani po shohim ose është penduar dikush, ose ka bërë fotokopje dokumentave të ardhur nga jashtë, bën fotokopje, zbardh intervista ose përgjimet dhëna nga një shtet tjetër dhe hajde dërgoj dosjen në gjyq. Shiko, Flamur, unë për veten time, por edhe për të mirën e opinionit publik, edhe për të mirën e policisë shtetit, kërkoj që kjo çështje të zbardhet dhe kam shpresën se do të zbardhet. Se sa do të jenë persona që do të arrijnë të identifikohen, që të mos ngelin vetëm te pjesa e sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen, po të identifikohen pikërisht qoftë dhe njëri prej atyre që ka marrë pjesë në atë atentat. Por qoftë edhe shoferit pak. Qoftë edhe shoferit të identifikohet, qoftë edhe ai informatori që ka qenë aty te terminali që I ka vënë në DNI. Dhe në momentin që do identifikohet njëri nga këta që ndodhet te makina apo qoftë dhe informatori, besoj se do të kemi një avantazh nga ana e policisë për të çuar pak më tutje për identifikimin e kësaj skuadre. Por sa do të identifikojnë, qëllimi është t'i arrestosh, sepse disa janë identifikuar nga kjo skuadër dhe çujtërisht skuadra është akoma me zhdërvillët, me lirë në terren dhe vazhdon kasapana sa herë që del në terren. Pastaj, po të dalën te Spaku, se nuk si forma që kryen të hetimit, që merr skajin, merr dosjet nga prokuroria e rrethave dhe jeton, kjo është gjëja që unë se kam parë ndonjëherë tek pjesa që ka bërë prokuroria e krimeve të rënda. Rasti më konkret I 3 ditëve të mëparshme që ka ndodhur në Rinës është një vëngjarje apostafat për Spakun, është një vëngjarje të sfidë totale që I bëhet Spakut. Nëse aty është sheshi, nëse aty është Mejdani, le të dalë dhe Spaku ka bedan, le ta hajtoj, le ta zbardhë që në këto momente. Të vetja marrë prokurorit Ardiano Dyrmishi dosjen në prokurorinë e Tiranës, që sot apo që nesër, dhe le ta filloj hetimin që nga aja le ta çojë te zheja. Pra, nëse flasim për eksperiencë timore, nëse flasim për trajnime, nëse flasim për një model të ri hetimor që ka sjellë Spaku, ja ku është ngjarja. Ja ku është ngjarja, do ta shohim. Do ta shohim. Dhe një koment tani, kena ide se si mund të bëhet, a mund të zbardhet kjo, a mund të vazhdoj, apo lidhja e ish-ministrit të brendshëm me deputetin e zonës, a ka në lidhje me emërimin e këtij? Si mendon? Unë dëshiroj që kjo të zbardhet një orë më parë. Po ato I zbardhin, as do I zbardhin, nuk e them dot se do të hyj tek pjesë. Por dëshira ime është ta bëj një orë më parë, sepse do të bëni një shërbim shumë të madh. Se edhe kaq sa kanë bërë, nuk kanë bërë pak dëm. Imagjino, domethënë sikur janë për masat e asaj që kanë bërë. Tjetra, rasti I Mustafa Sheqeri. Shiko, unë e njoh personin fjalë, njoh nga larg. Është një personazh që ka të ardhura nga bizneset e tij, nga aktivitetet e tij, që mund të mbajë me rrogë të gjitha më pëm. Ai nuk është njëri që ka shkuar aty për të marrë rrogën. Do them, edhe as çaj duhet ai rroga, ai sa është rroga e një agenti të AMP-s. Po edhe për të luftuar krimin s'besoj të ketë shkuar. Ai është aty për më tepër që është një agjenci që mbikëqyr policinë. Ai është aty pikërisht për atë që tha Altoni pak më parë, për këto benefitet, që I hap ca kode, ca dyert, ca postbllokje, ca kaq është, nuk ka nevojë ai për atë rrogë aty. Pra ti jeni bindur për këtë gjë që ai nuk ka shkuar aty të marrë rrogën e policisë. Ju shikoni tani vetëm po shikoni mënyrën e jetesës tyre, kuptoni që dhe çfarë aktivitetesh ka ai, kuptoni që ai nuk është njëri që ka shkuar për një rrogë
për një rrog polici, ne dim sa është rroga zyrtare që marrin policët. Kështu që vetëm ky fakt të bën të kuptosh që ata që i kanë plotësuar letrat me shpejtësi, dhe që po ja faturojnë policëve të shkretat, se policia më urdhër e ka bërë. Pra ata që kanë faturuar, domethënë që e kanë bërë këtë punë, ja çfarë pasojë kanë, sepse nuk e kanë menduar fare se cila do të jetë pasoja. Dhe pasoja është pikërisht kjo gjë, që përfundoi tani kapin inspektorët, shko kap SPZ-n, kush ka firmosur, ai është hallka e fundit. Dhe në vend që ta kapin temin për Brirë, shkojmë me kapin nga Bishti. Si gjithmonë në Shqipëri që fillojnë këto historira që fillojnë nga fundi. Gjë që thotë që ne nuk zgjidhim gjë kështu, se gjithë problemi është si do ta zgjidhim fenomenin. A do të shkojë ajo që the ti, pra, a do të shkojë hetimi i lartë? Kjo është një gjë që ngelet prapë me dëshirë. Unë them inshallah shkon. Por ato që ka ndodhur deri tani na kanë lënë të kuptojnë që dietari kputet, nuk e ndjek njëri deri në fund, se nuk dihet çfarë del funditarit. A del lop, a del rimorkjo, zetori, a del kamion, edhe kështu që ata i bën shkurt e mbyllin këtë histori. Por thash një herë që kjo është një situatë që do të thënë dikur mjas, do të thënë dikur ndal, do t'i shkundësh, që të paktën të evitosh në gjëra të tilla. Nuk ka të bëjë me krimin e përditshëm, krimin e rrugës. Krimi i organizuar nuk është krim rruge. Është një tjetër nivel dhe duhet të përgjigjemi me një tjetër standard, me një tjetër strategji. Dhe nëse nuk e bëjmë, atëherë ne do të na thresësh ti prapë dhe do bëjmë analizën e radhës se si hyn dhe si dolën nga skena. Dhe ata do na dëgjojnë ne me njëri tjetrin, mbas edhe duke i qeshur aty dhe mund ta çojnë në haber mbrapa ore se shikoni se këtu ja keni futur kot, se ne nuk ishim me këtë, po ishim atë, pra që mos ketni në një skenë qesharake. Ne duhet, pra kur them ne, institucionet e këtij vendi, ne duhet të reagojmë. Mos në raste të tilla. Ore minimumi, ti ke gjithë ta partnerë brenda, lart, poshtë, italian, gjerman, amerikanë, gjithë. Amerikan, belt, kërkova ndihmën e atyre në këtë situatë, sepse se ka të bëjë me sigurinë, po shkon te problemi i sigurisë kombëtare. Ja, vërtet është. Ky është për mua fenomeni vërtet që duhet goditur. Të falenderoj dhe inshallah herën tjetër na merr për një gjë të hajrit dhe po jo për gjëra të tilla. Unë të kam thënë që ti vjen në Amerikë, po nuk vjen në Boston, kështu që unë do të ftoj edhe një herë tjetër para se të vish në Boston. Në fakt do të ftoj personalisht ty, personalisht edhe Qynën, po ju falenderoj shumë sot. Faleminderit edhe si gjithmonë mbeteni më të mirët. Faleminderit që gjetët kohë dhe pranuat të bëjmë një diskutim, por që do takohemi, prapë do takohemi. Faleminderit dhe punë të bashkë. Sukses. Faleminderit. Miq, këtu erdhi fundi edhe këtij episodi, shihemi në takimin tjetër dhe deri atëherë mos harroni, na bëni subscribe faqes dhe na ndiqni së shpejti në mashqip.com, e cila do të lançohet shumë shpejt. Mirëmbëjtje dhe faleminderit.